shumë e rëndësishme për kraja, po t'ju them drejtën, krejt edhe shumicën që i kom dëgjuar, po them gjithë, prind vazhdimisht kanë qenë kundër që dikush të shkojë në aktrim. Ndër tjera arsyeja është se nuk ka, po them popullorisht, nuk ka bukë prej saj. Gjë që edhe është e vërtet. Edhe unë kom qenë ndaj fëmijëve të mi, kom qenë kundër që mos me orientu, sepse e di si paguhet, si jetot, çdo që ti jesh i suksesshëm, nuk është që mundesh me pas jetë mirë dhe stabile dhe prindi dënë që fëmija e vetë me pas një jetë më të mirë, më të stabile, edhe ka pas, do më thonë, vazhdimisht ka pas insistime që mos shkohet në aktrim. Unë për veti nuk i kom lajmëru prindërit e mi kur kom konkuru në fakultet të aktrimit. Ata kanë ditë që jam regjistru në fakultet të elektroteknikës dhe kanë qenë shumë të kënaqur me mu. Edhe kur rastisht është publiku në atë në gazetën Bujku lista e aty